بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Në ajetet në vazhdim Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa idh qala Allahu ya Isa." Allahu subhanahu wa taala ka thonë: "O Isa, alayhi salatu wassalam, inni mutawaffik." Unë po të nxjerr për kësaj dynjaje, ose unë po të nëj në gjumë. O rafiuke ilej, edhe po të ngritit e unë nalt. O mutahhiruke min alladhina kafaru, edhe po të pastroj nga ata cilët kanë më kufër, kanë më hush. O ja'alu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah. Edhe kom i bo ata të cilët kanë pasua tjenë ma lartë sa ata cilët kanë mohua dhe ditën e kiametit. Thumme ilaje marji'ukum, pastaj të unë keni më kthye, fa ahkumu bejnëkum fima kuntum fihi të khtelifun, edhe kom me gjykua mes juve në ata që jeni kundërshkuar mes veti. Kjo është përkthimi i ajeteve. Komenti këtyre ajeteve lidhet me ajetet të cilat kemi shpjeguar ditën e djeshme, kur tha Allahu subhanahu wa taala: "Idh ahassa Isa alayhi salatu wassalam kur ka marrë, falamma ahassa Isa minhum al-kufr." Isa alayhi salatu wassalam kur përball me kufrin ose kur ka ndash me mbyt, qala man ansari ila Allah, tha ka dikush që më ndihmon. Qala al-hawariyun, ata hawariyun thanë: "Nahnu ansarullah." Na jemi ndihmtar që të ndihmojmë rrugën e Allahut, edhe kemi besuar Allahun wa shahadu anna muslimun, edhe dëshmoj se na jemi musliman. Rabbana innana amanna, o Zot, ne kemi besuar bima anzalta, në atë që e ke zbriti, wa tabana rasul, kemi pasuar pejgamberin, faktubna ma shahidin, shkruna ma ata që kanë dëshmuar, wa makaru wa makar Allah, Jahudit dështën me bo dredi, Musës për Allah ja ka këthu dredin e tëme, Wallahu khairul makirin, Allah është më mirë që i këtën dredin. Falemma ahassa Isa minhum al-kufr, kur Isa alayhi salatu wassalam u përball me kufrin, ka thonë Imam Taberiu, Isa alayhi salatu wassalam e kanë përzorë prej vendit vetë populli vetë. E kanë përzon Isën alayhi salatu wassalam bashkë me nënën e vetë, Mariamën. Dhe kjo përzonja është sunet i pejgamberëve. Me i përzon pejgamber për vendit vetë është sunet i pejgamberëve. Edhe me i përzon njerëzit e drejt, njerëzit cilët e shpjegojnë fenë, çu ka thënë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është prej shenjave se këta njerëz janë rrugën e drejtë. Me i përzon populli, mos me i pranu populli, është prej shenjave se i personi është rrugën e drejtë. Kjo ka ndodhur dhe me pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kur i ka ardhur shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i ka ardhur Xhibrili, o friksu, o tut shumë, o kthye te shtëpia vet. Dhe i ka treguar gruas vet, Hatixhes, se çka ka ndodhur. Hatixha e ka pas një miq, o kon prift, që ka njoft Injilin, edhe ka pas emrin Waraka ibn Naufal, ka qenë dietar e krishterëve, miq i gruas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ja ka kallëzuar të fjalë pejgamberit sa Hatixhes që shej ka ndodhur, Hatixha ka propozuar me shku me fol me Waraka ibn Naufal, me kallëzuar se çka të ka ndodhur tyje, ai e din Injilin, e din Al-Tevratin, e din rrjedha se ç'është ndodhi me pejgamberin e Allahut, më shku më konsultu me to. Dhe ka shku u konsultu me to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasi e ka treguar ngjarjen pejgamberit alayhi sallam ti Waraka ibn Naufal, se çka ka ndodhur aty në shpemën Hira kur i ka ardhur Xhibrili, a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ditë se kjo është Xhibrili, as nuk e ditë se çfarë do ndodh me këtë. E ka thonë Waraka ibn Naufal, pra me qëta që shpo spjegon ti, me qëta që shpo kalëzën ti,
pas ka ardhë qaj melek që i ka zbrit Musës alayhi salatu wassalam. Më thonë, mora ka ibn Naufer, me përshkrimin që ja ka po pejgamberi alayhi salatu wassalam se shej ka ndodhur, kë ka qenë njës i Tevratit e Injilit, ka qenë prift krishter, i ka thonë ty pas ka zbrit ajo që i ka zbrit Musës alayhi salatu wassalam. E ka ditë se është pejgamber. Edhe këto kanë ditë krishter, edhe ja u ditë se në librat e tyre ka shkruar se ka një pejgamber, emri i tij është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ngjarjet e tjera se i ka shpjeguar Allahu te Tevrat dhe Injil. Veç tjera Waraka ibn Naufer i thot pejgamberit alayhi salatu wasallam gjatë bisedës, Waraka ibn Naufer ja nis me kajt, prej mollit, prej mërzisë ja nis me kajt, e thot mjeri une, se kjo Waraka ibn Naufer në këtë kohë u kon shumë i vjetër, shumë plak. Ka thonë mjeri une, më konë t'isha gjallë në kohën kur kanë me të përzon tyje prej Mekës, ko me të ndihmue. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ewa mukhrijiyahum, pse a kanë me përzon mua populli jam, i ka thonë Waraka ibn Naufer gjithsesi kanë me të përzon, nga se nuk ka qua Allah subhanahu wa taala ndonjë pejgamber, veç se kanë përzon populli vetë. Edhe masanina kanë përzon për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Mekë, hijretin që ka bërë që ka shkuar në Medinë, e kështu e kanë përzon edhe Isën alayhi salatu wasalam. Kështu e kanë përzon edhe Musën alayhi salatu wasalam. E kanë përzon edhe Lutin alayhi salatu wasalam, akhrijuu qawma Lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Dhe Allah populli vetë ka thënë Lutit përzën e këtë njeri piktujt. Se kjo poruhet, s'po hinda për harame, nuk është për na. E kanë përzon Ibrahimin alayhi salatu wassalam, e kanë përzon pejgambert me radhë. Pra prej sunetit të pejgamberve që Allah subhanahu wa taala ka bërë me ndodh me ta, është me i përzon populli vetë. Edhe ai i cili e thot të vërtetën, vazhdimisht mes të popullit vetë ka më thonë si i huj. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith, ummeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose njerëzit të cilët e flasin të vërtetën për ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dallohen popull sikur që dallohet deli Azez në tufën bëlykin e dhëmbëve të bardha. Dhe vazhdimisht janë pa pranuar njerëzit e vërtetës edhe i përzon, e kështu i ndodhi edhe Isës alayhi salatu wassalam. Kur e kanë përzon Isën alayhi salatu wassalam me nanën e vet, kjo është fjala e Allahut, falamma hassa Isa minhum al-kufr, kur Isa alayhi salatu wassalam u përball me kufrin e popullit vet. E ka dalë Isa alayhi salatu wassalam me nanën e vet, se e kanë përzon tuhes, ka shkuar me një vend, me një vendbanim, me një qytet, me një shtet që u konë një mret zullumqar, i cili vazhdimisht ose çdo ditë caktonte nga një person me bë ushqimin për ta edhe për ushtrinë e vet. Isa alayhi salatu me nënën e vet kanë hinë atë vend, në atë vendbanim, edhe i ka prit mirë një person, një njeri, i ka prit mirë këta, duke mos e ditë se kjo është Isa alayhi salatu wassalam, edhe se është aja Mariemi. Mas i ka net një kohë, një dy prej ditëve, a i prononi shpijës, u konë shumë i mërzit shumë. Edhe Isa alayhi salatu wassalam i ka kallëzuar nënës vetë. E nëna Isës e ka vetë gruën e këtij personit që ka qenë zotnia e shpijës vetë, çka është problemi që është mërzit shumë, thot, unë sot e kam ditën me bë ushqimin për mretin edhe ushtrinë e tina, a unë nuk kam mundësi, s'kam me shka me bë të ushqim, nëse nuk e bëj ushqimin, mreti e mytje atë person që nuk ka bë ushqimin. Edhe i thot nëna e vetë Isës alayhi salatu wassalam, Isa luta Allah subhanahu wa taala që me ashtu këtij bereqetin me nxjerr për kësaj situate. Ka thonë Isa alayhi salatu wassalam me luti, po me lutu me Allah për këto i bëhet shem. Nuk bëhet hajër, bëhet shem. Ka me ndodhë diçka që është shem. Ka thonë se dhe qysh me bo ka lutë, ka më do Isa alayhi salatu wassalam edhe është shtu bereqeti edhe është shtu ushqimi. Dhe kjo ka ndodhur edhe me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ka disa transmetime sahih në Imam Buhariut dhe sahih në Imam Muslimit dhe në libra të tjera të hadithit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka beguar ndonjë ushqim ose kur ka beguar ndonjë pije si çumë të tjera, kanë pije krejt sahabët
prej qasaj ene edhe ka mjetë nuk argjue. Kjo është prej begatis, prej bereqetit që e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në gjërat e tjera. Pra edhe këtë mrekulli e ka pas Isa alaihi salatu wasalam. Edhe e ka bekua Isa alaihi salatu wasalam këtë ushqim, o rrit ushqimin, edhe ka hamër mreti, edhe ka hamër ushtria atina, edhe ushtu e pia, edhe kanë pije të gjithë. Masalena në fund, mreti është interesu ka thënë, kush e ka bo këtë, pika këni morë këtë pije, ka thënë për filan vetë. Ka thënë, ja, për këti veni, në këmë pije qira, nuk është sikur ajo. Dere sa i ka detyrua këta më kalëzu se që ka ndodhë dhe ka kalëzu se këta ka boni Isa, që thëtë se është pejgamberi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma silli ka thënë këtë njëri e kanë qua Isa në alesa të sram, kë mreti e ka pas një djallë. Edhe ka menua mas në tres për veti me lanë gjallë me vetë, mret, mastina. Por gjallë i ka vdek, para se me vdek mreti. Mreti ka thënë, që ke po ti Isës alesa të sram që ushtu kjo ushqime o bo kja pije, thëtë këmë bo doa të Allah. Atër thëtë ti mas i ko ke pejgamber, a mund është me lutë Allah subhanahu wa ta'ala me më në gjallë djallin tem që më ka vdek? Isa alesa të sram ka thënë po. Edhe ka lutën, ka thonë e bojnë këtë lutje, ama batë shërë. E ka lutë, ka insistu me lutë, ka lutë Isa alesa të sëmë Allah, edhe unë gjallë djali këtë mreti. Dhe për këta Allah subhanahu wa ta'ala të regonë, vë uhjil mauta bi idhnillah, Isa alesa të sëmë i kanë gjallë të vdekurit me lejnë Allah. Dhe kjo është një për e rasteve, që i kanë gjallë Isa alesa të sëmë të vdekurit me lejnë Allah. Dhe ka rastet e tjera. Kër unë gjallë ati mretit, mreti u gëzue. Ama po të shë kanë thonë, ka thonë kypë në ka homër që so, ta shkur zdes kjo dhe gjallë në vetë ka me lonë me në homër neve vazhdimisht që shto, e në qurë kanë mytë edhe mretë në gjallë në vetë. Edhe Isa alesa të sëmë është ikbi ati veni, edhe gjatë udhëtimit është taku me në Jahudi. E kur taku me Jahudi, në ka pos Jahudia 2 buke Isa alesa të sëmë një. E në marrë vesh me bashku ushqimin, se Jahudia ka mënu që ka Isa ma shumë, se Jahudit e kanë marak dënjohë. Ja alemun e do herët e minë el hajatit dënja. Thëtë Allah subhanahu wa ta'ala se e përket qështëve tjetës e dënjohë, Jahudit janë ekspert. O hum bil akhireti hum gjahilun, a për akhiret janë ignorant, janë gjahila. Dërë me bashku pasunin me Isën alesa të sram, të kujtur se Isa ka ma shumë, gjatë të dhimit Isën e këtë pakgjume, Jahudia a këshyrë bukën, e shë se Isa ka një këj ka 2 fillon me hamër bukën e vetë. Thë dire sa është Isa në gjumën e ha, ato shëmë të kanë muë që të bukën e jesë me një dhe, kër të batë ushqimi ajo në atë vetën në rëtejme. Tu hamër pak bukën, Isën sa nisa me i delë gjumë, dhe që hejtë më, e të kënë gjë kështë të palu bukën. Edhe flen Isa nësam kjo hamër bukën, kër quët Isa, alesa nësam, aja ka hamër bukën. Thët Isa nësam, kush shkoj edhe një bukë të jasë, nuk ka posë me që të bjerë kohë. Ta më mjesin, të jesë rrugës, Isa alesa nësam e shenë një bari që ka posë të rujtë lo. E ka thirat barije, e ka morë një mëzat, e ka preje, e ka homër për mishtë atina Isa dhe Jahudia dhe bariju, në fund i ka thonë bënë me lejnë Allah të u këthyri mëzati shukonë. Dhe kjo prapë është uhjil mauta bi idhnillah, i ka në gjallë të vdekurit me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala, e kjo ka ndodhë në kohën e Musës, alaihi salatu wassalam, kur e kanë mytat njerin, e kanë prek me kamën e lopës, e qumë i vdekurin, e ka folë. U që ditë, a i bariu, ka thonë, shka jeti, ka thonë, jam Isa, pejgamberi Allahut, ka thonë, bariu, ti ko ke magjistar, se i bazë. U që ditë dhe Jahudia, ka thonë, Isa, shka ndodhë, ka thonë, kalëzën, kush e ka hamër që të bukën, se Allah subhanahu wa ta'ala është ai që më ka quajtur mu pejgamber, thotë ky ka më besë ka posë. Ka nesë kanë gjetur një njeri me drydele, kanë unë të ashtu, edhe poshtërimi ka pranuar. Edhe masalena e kanë gjetur disa njerëz që kanë pas pasuni shumë, edhe e kanë bajt me vete, ju lumtuar, të kanë 4 vetë. Jenë marrë vesh 2 me shku me blejë, dishka ushqim, 2 me rrujt pasuninë. Ata shkanë shku me blejë ushqim, mi u pru këtën me shka kanë arin, kanë thonë për qesin në ushqimit herëm, për t'ja qëmë atër me 2 me këta vdesin, në atyre të në pasuninë. Jenë da kërtuë. Këta tu kanë thonë, për në e bina ta ushqimin a i mysmi, edhe hanë ushqimin e dhe në pasuninë me zvete.
kur kanë ardhur ata i kanë mbyt. Edhe kanë hangër ushqimin e mund kanë dikë të katërës, s'ka me të kërgjëhesh pjesa e pasunie, Isa a.s. ka marrë pasunin me këtë jahudije. Edhe kanë fillu me ndo, Isa a.s. ka ndonë 3 pjesë. Jahudija ka thënë Isës të t'ju zotit më së më zëllum, se s'pe donë 2 pjesë barabar. E thënë Isa a.s. një më takon mu, një takon ty, një takon ati që ka hangër bukën, se 3 bukën këmë. Dhe të vëllavët ka të thua drejtë pra, se ti takojnë atina, unë ja këmë hangër. Që të buka, diri tash nuk kalëzon. Edhe Isa a.s. ja ka thonë edhe të vetën, edhe të dyhisën, e ka thonë mërë këta, se kjo është për ty jetën e kësaj dënjohë, në ahiret s'ki hisët i më përgjohë. E mërë jahudia këta dhe s'ka shkua pak e ka hongër toka, e ka fshin toka. Masane, Isa a.s. të hesë rrugës të takua me disa njerës të cilët ju kanë të zonë peshqi, ose e kanë pas punën e vetë me zonë peshqi. Dhe këta quhen Hawarijun. Ata që përmenën në desën e kalun, se i kanë thonë Hawarijun, nahnu ansarullah, na kemi në ndimu fejnë Allah, e kanë marrë këtë emër për shkak se kanë pas teshat bardha, ose për shkak se ju në konë gjëtar, kanë jetu e për gjëtijës që kanë bërë gjëtijës peshqve. Kër i takon këta njerës Isa a.s. i bon davet, edhe i thirë në fe, edhe ta pranojnë Isa a.s. si pejgamber, edhe lypin Isa a.s. me dëshmu për ta, edhe ndodhë aja që ndodhë, pastaj i bojnë kurtha jahudit. Kër i bojnë kurtha jahudit Isës a.s. me mbyt, Allah subhanahu wa ta'ala ka këthyje kurthat jahudive. Dhe për kurthave që ka këthyje jahudive, një mendim i komentatorëve të Kur'anit, që e përmenën në desën e kalun, thamë se ka hije njënë prej jahudive me mbyt Isën a.s. Allah ka ngrit Isën, kur ka dorë kjo jahudia prej shpije, ka dorë në pomjen e Isës, me ftyrë të Isës a.s. me trupin e vetë. Edhe jahudit kanë menu se kjo është Isa e kanë mbyt. Masenena kanë po se kjo është Isa me ftyrë, ama me trup është shtari vetë, shukë i vetë, e kanë rënë kundërshtim me zvetja dhe në mytë alon me zvetja për shkak të asaj mbytje që kanë bot gabimit. Komenti dytë të djetarëve ka thonë Isa a.s. ka qenë me shukë të vetë, të nejtë në shpi, ata kanë qenë 12 vetë. Disa transmitime tjera, ata kanë qenë 19 vetë. Shukë të Isës a.s. Hawarijun, Isa a.s. ka thonë, a ka dikush për juve që e pranon në ujnë vend temin, Allah ka më shëndruve ftyrën e ti po me ti si po me teme, e ka me arë jahudit me myt, e këshkon shëhit fise bilillah. Edhe është ur njone prej shokve të Isës a.s. kur ka arë jahudit, ka një mrena, edhe kanë ditë se aty e 19 vetë, me Isën a.s. njën 20, e kanë myt, ata që ka përnjasu me Isën. Po, ku i ka njerës që kanë dalë 18. Plus i mbyt me 19, një mungon. Po shtës të thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, walakin shubbihe le hum, atyre ju ka përgjasu. Edhe ata thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, jenë në dyshim. Kryesor të ata që kanë dasht me myt, Isën a.s. jenë në dyshim, për shkak se Allah subhanahu wa ta'ala e përbohat mashtrim. Idh kallë Allahu ja Isa, kur kanë ardhë me myt të ashtar, jahudit Isën a.s. Allah subhanahu wa ta'ala i thot Isës, inni më të wafik, o Isa, unë e tyje për të në gjumë. Më të wafik, e të wafa, kanë ardhë disa spjegime. Spjegime e parë që kanë thonë komentatorë të Kur'anit, do me thonë, inni më të wafik, o Isa a.s. unë e për të në gjumë. O arafi u ke i lej, edhe për të ngritin të une, nash në qirë. Në më thonë se Allah subhanahu wa ta'ala ka në gjumë Isën a.s. masi që ka në gjumë ka ngritin në qirë. Dhe kjo është kuptimi fjallës Allah subhanahu wa ta'ala, o hua ledhi ja'lemu, Allah subhanahu wa ta'ala billej, është e cili ju në gjumë natën, o ja'lemu ma gjerehtum fin nëha, edhe e dinë se shka bëni ditën. Më të vëfakëm bille, jenë në gjumë natën, në këtë bimë gjumë në nuk vdesmi, në gjallë, por se gjumi i përngjasën vdekjes. Kjo është komenti i parë, inni më të vëfik, unë e pëtë në gjumë, o rafi u ka i lej. Kuptimi i dytë, inni më të vëfik, unë e pëtë në zjarë për kësaj dynjoje, pëtë marë për hekë për kësaj dynjoje, o rafi u ka i lej, edhe pëtë ngritit e une, me ngrit Isën a.s. të Allah subhanahu wa ta'ala. O mutahhiruke min alladhina kafaru, edhe po të pastroj
për atyre të cilët e kanë mohuar Isa alayhi salatu wasalam. Wa ja'alu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah, edhe kam i bë pasues të to u kanë me e përsi kundër atyre të cilët kanë mohuar deri në ditën e Kiametit, thumma ilayya marji'ukum, pastaj keni më kthyer unë, fa hukmu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, e kam gjykuar me suve në atë që keni kundërshtuar mes vete. Ky ka ndodhur rasti, kjo është ngjarja kur Allahu subhanahu wa taala ka ngrit Isa alayhi salatu wasalam në qiell. Dhe Isa alayhi salatu wasalam është gjallë, e ka ngritur Allahu subhanahu wa taala në qiell, e nuk vdes derisa ta kthen Allahu subhanahu wa taala përsëri edhe një herë me prua me ndihmua ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E Isa alayhi salatu wasalam ka zbrit, e ka më ndihmua muslimanëve kundër një armiku që është i pazakon për musliman. Për shkak se në armikun e zakonshëm, musliman do të më mirë vetë. Me armisht e zakonshëm, shka e në sigur ata, musliman do të më mirë vetë. E kur vjen diçka që nuk është i zakonshëm, sigur është dëgjalli, atëra Allahu subhanahu wa taala e çon dikon që ka me dhënë ndihmë më të veçantë se sa që kanë mundësi me dhënë njerëzit. Ka transmetuar një hadith Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, na pejgamberët e Allahu subhanahu wa taala ikhwatun, jena vllazni, edhe dini jon wa dinuna wahid, edhe dini jon është dini i vetëm, domethënë një din. Wa ana ula nasi bi Isa ibn Maryam, dhe thot pejgamberi alayhi sallam, unë jam më meritori ose më i afërmi, më shumë të që kam drejt për Isën alayhi salatu wasalam se sa njerëzit e tjerë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, nuk ka mundësi më mposht një ummet sigurisht ummeti jam i pari i të cilëve jam une alayhi salatu wasalam, e i fundi i të cilëve ka më konë një pejgamber tjetër, ajo është Isa alayhi salatu wasalam. Wa innahu nazil, Isa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më zbrit. Fa idha ra'aytumu, kur ta shifni, fa'rifu, do ta njihni, fa innahu rajul, ai është një burr i përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si dedi, është një burr me fytyrë tërmollak, edhe është i kuq, pak si bardh, e flokt, e veta thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka gjata, edhe kur zbret për qielli ka më zbrit me flokët e lakta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur zbret Isa alayhi wasallam, yadukku salib, ka me thyer kryqin, wa yaqtulu al-khinzir, edhe ka me myten thivin, wa yufidu al-mal, e ka mushtuar pasunia. E ka mushtuar pasunia, çaj se s'ka me pas vend ku me quhet. Wa yuqatilu an-nasa 'ala al-islam hatta yuhlika Allah fi zamanihi al-milal kullaha. E kanë me luftuar njerëzit në këtë fe, në këtë kohë islamin, derisa Allah subhanahu wa taala ka më shkatruar popull të tërë të mbrojt ose mbrojtjet të fesë e pejgamberit Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Isa alayhi salatu wasalam ka me hjek edhe tatimin gjizjen, s'kan mo që fort me jetuar në fe të musliman, duke të përmu tatim, po ka zgjidhje vetëm ose ka me hin islam, ose ka me mbyt Isa alayhi salatu wasalam. Nëse ju do këtë me tash pak si ekstrem Isa alayhi salatu wasalam, se botë e të ju do khavari që të shkejmë tash, apo kur vina i botë hala ma khavari se këta se edhe tatimin e krejt, mos len as krishter, as jahudi, me jetuar në vendin kur gjykon Isa alayhi salatu wasalam, ose ka me jetuar musliman, ose ka me mbytën Isa alayhi salatu wasalam. Pastaj dhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kohën e këtij, kohën e Isës alayhi salatu wasalam, ka me dalë dëgjalli, e ka me myt këto Isa alayhi salatu wasalam, edhe masi ta myt dëgjallin, dhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wattaqu fil ardi al-amana, ka më konë në tokë siguri e madhe, hatta tërta al-usudu ma al-ibil, sa që luani ka me i rujt devet, ka me nejtë bashkë me devet, wa nemiru ma al-bakar, edhe tigri ka me nejtë me lopë, ka me i rujt lopët, wa dhiabu ma al-ghanam, e uki ka me i rujt dhëmt, wa telhabu l-ghilman bil-hajat, edhe ka me lujtën fëmit me gjapnoj. Kështu ka më këthyje siguria, kur t'jen Isa alayhi salatu wasalam,
sa që nuk ka me ndodhë me i ba dëmë kërkush kërkuna. Jo njerëzit me i ba njerëzve, pas kafsh me zvetës kanë me i ba dëmë njëna tjetërës, as gjërpënojt nuk kanë me i ba, fëmija kanë me lujt me gjërpënojt, edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fe yuthbutu fil ardi 40 sana, ka me nejt Isa alaihi wasallam në tokë 40 vjetë, thumma yutawaffa, pastaj ka me vdek, o yusalli l-muslimuna alejhi, o yadfinunehu, e muslimant kanë me afal gjenazën Isës alaihi wasallam edhe kanë me varus. Por që ta, Allah subhanahu wa ta'ala këtë imet ka me ngrit. Sigur ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, na kemi shkruar libra tjera, min ba'di dhikr, Tevratën, Injilën, Zabur, أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, se tokën kanë e trashëguar robt e Allah subhanahu wa ta'ala të mërshëm. Ja Isa, o Isa alaihi wasallam, inni mutawaffik, unë po të ngriti nalë, po të bëjmë në gjumë, o rafi u ke i le, edhe po të ngriti nalë, o mutahiruke min alladhina kafaru, e po të pastroj nga ata që kanë mohuar, o ja'alu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyama, ata që kanë mohuar, që kanë besuar, kom me i bo me pas e përsi, nda atyre që kanë besuar deri në ditën e Kiametit. Dhe përsia që kam ia dhënë Allah subhanahu wa taala, komenti i parë është e kam ia dhënë përsinë muslimanëve. Për shkak se musliman janë ata që i kanë besuar Isës alayhis salam, edhe muslimanët janë më meritor për Isën alayhis salam se sa krishterët. Dhe Allah subhanahu wa taala ka më kthyer pushtetin në dorë të muslimanëve. Gjithsesi se pushteti ka më kthyer në dorë të muslimanëve dhe në gjithë botën me gjykue me atë që ka thënë Allah dhe atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por se me orë kjo ditë muslimanët janë të detyruar me dhënë kontribut. Për me orë kjo ditë aja vjen gjithsesi. Por se është pyetje vetëm se a vjen me kontributin tonë e me përkrahjen tonë, apo vjen duke i kundërshtuar ti e duke i luftuar ata që kanë vepruar këtë ditë me lejen e Allah subhanahu wa taala. Dokumenti i parë, وَجَعَلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا, kom i ba ata që kanë pasu me pas e përsi kundër atyre që kanë mohu, por kom i ba musliman me pas e përsi ndaj krishterëve jahudive. Komenti i dytë, وَجَعَلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ, kom i ba ata që kanë pasu, ata janë krishterë, فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا, ma lartë se ata që kanë mohu ata janë jahudi. Dhe historikisht vazhdimisht krishterët kanë pasur përsi prej jahudive. Thumma ilayya marji'ukum, pastaj Allahu i tregon Isës alayhis salam se edhe pse po hypin qiell, edhe pse komo të zbrit përsëri, a komo jetuar atë 40 vjet, atë në fund që mund të thëtë Allah subhanahu wa taala. Dhe kjo ngjashëm që i ka ndodhur me Musës alayhis salam. Musa alayhis salam kur ka ardhur momenti i vdekjes, Allah ka thënë me laçin mbi amor shpirtin. Ai ka thonë, kush je ti, ka thonë me laçin e vdekjes. Çka kjo? Ka thënë Allah me amor shpirtin. Musa alayhis salam ja ka thënë në të mshumë që ka ardhur në transmetim se ai në Imam Muslimin ja ka çuar synin me laçin e vdekjes, u kthye Allah subhanahu wa taala ankuar. Pastaj Allah subhanahu wa taala ka shëruar, ka kthyer gjendjen normale që ka pas, edhe ka shuar përsëri te Musa. E ka thënë Musa alayhis salam, atëra Allah subhanahu wa taala po të lejon, mos i spodon me vdekje, Allah subhanahu wa taala po të lejon me jetu hala. E preke me dorën tonë një lup, një mëzat, sokime prej për atina qaq vjetë ka me të shtuë, Allah subhanahu wa taala me jetuë. E Musa alayhis salam nonët, e thot mos i bitisen që ato vjetë, shka po, vdes. Atëre Musa alayhis salam ka thonë, pra, s'po prej keq, po vdes tash. Qëllimi është me thonë se sa do që jeton njeri në këtë dynja, inneke mejit. Allah e ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Muhammed, ish ma shit, jeto sa dush, inneke mejit, një ditë kime vdekje. Edhe 50 vjetë, edhe 100 vjetë, edhe 1000 vjetë në të në njëtë Allah subhanahu wa taala, kime vdekje. Që ta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kërë ka po hijretin, e ka po atë thonën që ka thonë, Allahumma, o Zot, nuk ka jetë, illa ishën të akhira, përveç jetë akhiritin. Më thonë, jetë e vërtet, është jetë akhiritin. Thume i leje mërgjokum,
na kena më kthy te Allah, fa ahkumu bainakum. Allah ka me gjykuar mes neve fima kuntum fihi takhtalifun, në atë që na jena kundërshtuar mes vete. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم العلم بغيا بينهم ان njerëzit kundërshtuan vetëm pas që vi argumente. Kur të bëhen argumentet që të qarta, masanena qesin dyshime, qesin shube, ata në zemrat cilëve kanë smundje, edhe kundërshtuar me muslimanët, e për këto kundërshtime na kemi më drejtuar ditën e Kiametit te Allah subhanahu wa taala, me ata cilët e kanë devijuar të vërtetën, është mirë më konë për atyre që kanë qëndruar në të vërtetën, e mos më konë për atyre që kanë devijuar dhe kanë penguar këtë fe. Na lutim Allah subhanahu wa taala, nëse ne hymër jetë më taku me Isën alayhi salatu wassalam, më bëu për atyre që ndihmojnë, e mos më bëu për atyre që e kundërshtojnë, e mos më bëu për atyre që dalin ka ona e dëgjallit, ka ona që farve, që mundohen me nën fjalën e Allahut e me ulë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. وأقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.